I nderuar Kelly. E nderuar Balmona. Po, të lutem stop. Po. Ishte në karakter, Po. ishte në një rol, ishte Sa të rritë Mik Filli. Ishit bërë shumë fani, ne qeshëm shumë, argëtuam shumë, po kërcemi. Nuk e mban dot vetëm deri te kjo pjesa e saj që ishte argëtuese? Ishte shumë argëtuese, po për mua ishte shumë gjë e shpifur, kur pash Laertin, Biancën. Të bashkonte buzët, jo puthje. Që bashkonte buzët me, se kishte emrin? Putinga. Me putingën që bashkoj buzët. Me buzët e putingës. Me Dhe pudinga po ta vesh nuk se e ka vënë ujë në zjarë. Fare. Po s'ka në... Jo, bush i vaskën. Po nuk po i hika shthelli, mor. Unë po them, unë të djalin, ky djali, mua... Moral të shi, e gëtë. Jo, nuk po bëja zje, nuk po... Unë thjesht ishte shumë e shëmtuar në syrin tim, kash. Për syrin tuaj ishte shumë e bukur. Kupto diçka. Edhe unë po të kisha parë ty duke u puth me dikë tjetër, ndoshta do ta kisha, Do e kishte më të lehtë. Do e kisha më të lehtë. Bravo. Tani, tek pjesa e kësaj. Unë ndjeva keq. Lind pyetje, ora, çfarë profesioni ka ky personi që ti ke në krah? Po lirë këtar muzika shthelli. Sepse ai nga momenti i parë që vuri sutjenën, dhe deri në momentin e fundit që hoqi nuk ka dalë nga roli. Jo, e vërtet është. Që do të thotë, nuk është se e ka bërë as me kast, as nuk e ka bërë me qëllim, po e ka bërë për qëllim të asaj situate që ka qenë. Po edhe mbaj mend edhe Besi bashkë me Erionin duket. Kanë luajtur